Muaji gusht që përkon me pikun e sezonit turistik ka sjell një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve në qytetin e Gjirokastrës. Turistë nga vende të ndryshme të botës po zgjedhin këtë destinacion për të kaluar pushimet verore, të tërhequr nga historia e pasur dhe atmosfera karakteristike e qytetit të gurë. Është hera e parë që vi në Gjirokastër. Qyteti është i mrekullueshëm. Erdhëm për historinë dhe kulturën. Ushqimi është i shijshëm dhe njerëzit këtu janë shumë mikpritës. Të gjithë janë kaq të sjellshëm. Edhe moti në këtë periudhë të vitit ka qenë fantastik. Gjithashtu është shumë e lehtë të udhëtosh deri këtu. Është e lehtë për të lëvizur dhe orientuar në qytet. Ekziston një paragjykim i gabuar për këtë vend, por në fakt Gjirokastra është shumë e modernizuar. Ka qenë një përvojë vërtet e bukur qëndrimi këtu. Do t'ua rekomandoja shumë të gjithëve të vizitoni Gjirokastrën dhe Shqipërinë në tërësi. Mendoj se Shqipëria është një perlë e fshehur në Europë. Më pëlqen fakti që është një qytet që ka ruajtur mjaft mirë karakterin e tij me gurët, kaldrëmet, kudo dhe rrugicat e vogla. Ka gjithashtu shumë gjëra tradicionale, sidomos në dyqane dhe produktet që tregëtojnë. Sheh kudo kambana, bizhuteri dhe shumë objekte të tjera që të japin një ndjesi paksa mesjetare. Është vërtet shumë bukur, me malet që shtrihen pas qytetit, e gjithë kjo e bën Gjirokastrën të duket e mrekullueshme. Rrugicat me kaldrëm, pazari tradicional dhe monumentet historike mbeten ndër pikat më të frekuentuara nga vizitorët. Gjatë gjithë ditës qyteti është i mbushur me turistë që eksplorojnë trashëgiminë kulturore, shijojnë kuzhinën vendase dhe ndalojnë në çdo cep për të përjetuar nga afër traditat e zonës. On a beaucoup aimé se balader dans le bazar. Na pëlqeu shumë të shëtisnim në pazar, të shihnim të gjitha dyqanet e vogla. Sapo përfunduam vizitën në Kala dhe tani do të kthehemi në qendër të qytetit për të parë akoma edhe më tepër. Kemi vizituar Tiranën për 2 ditë, ndërsa tani do të qëndrojmë edhe nëpërmet. Kështu që do të shëtisim edhe në zonat përreth dhe do të zbulojmë më shumë nga vendi. J'aime bien le fait que ce soit une ville qui soit restée assez Është një qytet vërtet i pasur, për nga e kaluara dhe historia që mbart, veçanërisht me Kalan, por edhe me gjithçka që lidhet me periudhën e komunizmit. Këtu mund të shohim edhe gjurmë të historisë së sultanëve dhe perandorisë osmane, e gjithë kjo na ndihmon të kuptojmë pak më mirë kulturën shqiptare. Edhe rrugicat e vogla me kaldrëm mbeten tepër tërheqëse dhe plot hieshi. Mezi presim të vazhdojmë vizitën tonë dhe të zbulojmë më tej për këtë vend të bukur, siç është Shqipëria. Ky fluks i vizitorëve pritet të vijojë edhe në ditët në vijim. Gjirokastra konfirmon kështu rolin e saj si një nga destinacionet më të rëndësishme turistike në jug të vendit, duke tërhequr çdo vit më shumë interes nga turistët të vendas dhe të huaj.